mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. A ke pyetur ndonjëherë veten nëse kujtimet e tua janë vërtet të sakta, apo mund të jenë ndikuar, ndryshuar, madje edhe shpikur krejtësisht pa e kuptuar ti? Kujtesa është një nga proceset më të ndërlikuara të trurit të njeriut. Ne mendojmë si një arkiv të besueshëm të së kaluarës, por në realitet është shumë më e brezhtë dhe më e manipulueshme se sa mund ta imagjinojmë. Shkenca ka zbuluar se kujtimet nuk janë të ruajtura si dosje statike në një kompjuter. Ato rindërtohen sa herë që i rikujtojmë, dhe pikërisht në këtë proces rindërtimi mund të ndodhin gabime ose edhe manipulime të qëllimshme. Një nga eksperimentet më të famshme në këtë fushë është ai i Elizabeth Loftus, një psikologe kognitive që ka riformuar mënyrën se si e kuptojmë kujtesën. Në një nga eksperimentet e saj më të njohura, pjesëmarrësit u treguan video të një aksidenti me makinë. Më pas atyre u bën një pyetje: sa shpejt po lëviznin makinat kur u përplasën? Grupi tjetër mori një version të ndryshëm të pyetjes: sa shpejt po lëviznin makinat kur u goditën? Vetëm ndryshimi një fjale u përplasën në vend të u goditën ndikoi ndjeshëm në mënyrën se si pjesëmarrësit e kujtuan shpejtësinë. Ata që dëgjuan fjalën përplasën raportuan një shpejtësi më të lartë dhe më shpesh kujtuan se kishin parë copa e xhami, edhe pse nuk ishte pasur fare. Ky eksperiment tregoi se pyetjet e formuluara në një mënyrë të caktuar mund të ndryshojnë vetë kujtesën. Një tjetër eksperiment i famshëm përfshin një kujtim të rrem. Pjesëmarrësit u treguan histori nga fëmijëria e tyre, disa të vërteta, por njëra ishte krejtësisht të shpikur, që ishin humbur në një qendër tregtare kur ishin të vegjël. Për çudi, shumë prej tyre jo vetëm që e besuan këtë kujtim, por nisën ta rikujtonin me detaje, si dritat, tinguj, madje edhe fytyrat e njerëzve që pretendonin se i kishin ndihmuar. Si është e mundur? Truri ynë kur i paraqitet një informacion me mjaftueshëm besueshmëri dhe kontekst, mund ta përpunojë si të ishte kujtim personal. Dhe kur e rikujton disa herë, ky kujtim i rrem bëhet pjesë e qëndrueshme e historisë sonë personale. Ky fenomen nuk është thjesht një kuriozitet shkencor, por ka pasoja reale. Në sistemin gjyqësor, dëshmitarët okular janë shpesh kyç për vendime të rëndësishme, por nëse kujtesa është kaq e manipulueshme, sa të besueshme janë dëshmitë e tyre. Në shumë raste, njerëzit janë dënuar padrejtisht vetëm mbi bazën e një kujtimi të gabuar. Kujtesa nuk është një kamerë. Ajo është më shumë si një artist që pikturon një tablo bazuar në skica, ndjesi dhe fragmente, dhe nganjëherë si artist mund të shtojë detaje që nuk kanë qenë kurrë aty. Pra, mund të kemi kujtime që kurrë nuk kanë ndodhur? Sigurisht. Dhe kjo na sfidon të kuptojmë se e kaluara nuk është gjithmonë ashtu siç mendojmë. Në një botë ku informacioni qarkullon me shpejtësi dhe manipulimi është më i sofistikuar se kurrë, ta dish që kujtesa jote është e cenueshme. Nuk është dobësi, por është forcë, është vetdije. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.